Zoti Çeko, ditën e sotme ka hyrë në fuqi indeksimi i bazës së vlerësuar për pensionet me 6.4%. Një vendim i rëndësishëm ky që prek në fakt drejt për drejt qytetarët që do të dalin në pension nga 1 janari dhe do të lidhet ngushtë me mënyrën se si do të funksionojë skema e pensioneve në Shqipëri. A do të përfitojnë pensionistët aktual nga ky indeksim apo do të vlejë vetëm për ata që do të dalin pas 1 janarit? Që nga mënyra se si është ndërtuar, domethënë kjo procedurë vlen për ata që dalin pension mbas datës 1 janar 2027. Për pensionistët që janë aktualisht, ata përfituan një rritje në janar, pensionet e plota më të ulta se 40.000 lekë morën një rritje 1.800 lekë, pensionet e fshatit pësuan një rritje 900 lekë, pensionet jo të plota 700 lekë dhe pensionet familjare 800 lekë. Po këta, përsëri në 1 janar të 2027 do e përfitojnë po të njëjtën shumë. Pra ata që janë aktualisht. Pra pensionet e plota në pak se 20.000 lekë do marrin prap 1.800 lekë plus, përveç atij që marrin çdo muaj që nga 1 janari vitit vjetër. Pensionet e fshatit 900 lekë, pensionet jo të plota 700 lekë dhe pensionet familjare 800 lekë. Kurse ata që nga 1 janari e tutje 2027 do të dalin pension, nga baza e llogaritjes do t'i shtohet kjo shumë që përmendët juve. Nëse pensionet do të rriten kryesisht përmes bonuseve mujore, është kjo një zgjidhje e qëndrueshme apo është vetëm një ndihmë e përkohshme? Për 4-5 vite me radhë në çdo janar do shtohen pensionet, dhe ata që dalin pension në janar 2027, pasa e llogaritjes pensionit do t'i shtohet me ta bëjmë 6%. Hajde. Po sa ndihmon realisht një rritje e vogël për ballimin e kostove të jetës për pensionistët? Shiko, ne kemi një problem që masa e pensionit në përgjithësi në Shqipëri, domethënë diku që është 18.000 lekë, 19.000 lekë në muaj, është shumë e ulët. Është ndër më të ultat në Evropë. Dhe një pensionist nuk është se e përballon jetesën me 20.000 lekë në muaj. Nuk mund të përballohet jetesa. Në Tiranë është llogaritur që sikur ta kesh shtëpinë tënde mos pagush qira, minimumi i parave që duhen për të kaluar muajin është 70.000 lekë. Dakor? Që 6% e 20.000 lekëshit, sa është 6% e 20.000 lekëshit? Është shumë pak për edhe sikur të çdo muaj. Se çdo muaj do jetë. Po, nëse dole ato ditë në pension me këtë shumë, atë shumë do e marrësh gjithmonë. Po nuk ja del do të kalosh muajin me 20.000 lekë. Kjo është katastrofë. Edhe vendet që kemi përreth i kanë pensionet 2 fishe, 3 fisha të Shqipërisë. Në Evropë, kur del pension me 7% pagës. Pra, nëse e ke rrogën 4.000 euro, pension do marrësh 2.600 euro. Kas për to vendet Gjermania, Belgjika, Danimarka. Nëse në Itali e ke rrogën 2.000 euro, do dalësh pension me të paktën 1.400 euro. Pse indeksimi po? Në Shqipëri nuk funksionon kështu. Në Shqipëri e ke rrogën 1.000 euro, del pension me 200 euro. Në një kohë që edhe përpara vitit 90, merrshe minimalisht 67% të pagës kur të ishe në pension. E kishe rrogën 7.000 lekë, të dilte pensioni 5.500 lekë. Domethënë, nëse e ke rrogën sot 700 euro, po të ishte ajo kohë do merrshe pension 550 euro. 3 fishin e pensionit që merr aktualisht. Pse indeksimi i pensioneve konsiderohet më shumë si mbrojtje nga inflacioni edhe jo si një rritje reale e mirëqenies? Vetë nga fjala indeksim. Me që se arritur çmimet,
do të rritet edhe pensioni. Është tjetër shtesa e pensionit, sepse kam unë mundësi si shtet që të shtoj ty pensionin, ose kam unë mundësi si Instituti Sigurinë Shoqërore të të shtoj ty pensionin. Po puna është se ne nuk e dim ç'a ndodh me parat që janë të destinuara për pensionistët. Ne nuk kemi asnjë informacion se si formohet buxheti për pensionistët. Ne dim sa kontributor ka, po se sa para derten ata çdo muaj te skema sigurimi shoqërore, në mënyrë që të paguajnë pensionet e atyre që janë sot në pension, nuk kanë si informacion. Që pastaj kthehemi që të marrin vendime, përmirësojmë, të ecim përpara, si do veprojmë. Financimi i pensioneve nga buxheti i shtetit është thellë, po të hysh muhabeti thellë është krim ekonomik. Një herë, 2 herë mund ta bëj shteti që të marrë lek nga taksat, edhe me këto lekë të taksave të mbajë pensionistët. Një herë, 2 herë. Po jo, kemi 30 vjet që marrim lek nga taksat, edhe paguajmë pensionet, ndërkohë që ato lekë të taksave do t'i kishin bërë gjëra të tjera. Pse? Sepse skema aktuale e pensioneve nuk funksionon. Kemi shumë pak njerëz që janë punë. Duhet kishim 3-4 persona në punë këto, në mënyrë që me sigurimin shoqëror që bëjnë ata të paguheshin pensionistët dhe të merrnin një pension dinjitos. Ta kishin të paktën pensionin 500-600 euro. Po duhet kishim, ne kemi 800.000 pensionistë, duhet kishim 2.400.000 njerëz në punë. Minimalisht. 2.400.000 forca pune. Ne 2.400.000 jemi gjithsesi mbas Institutit Statistikave. Përfshirë këtu dhe pensionistët edhe fëmijët, ata që nuk punojnë. Ky është problemi. A është e drejtë që ndryshimet në formulën e llogaritjes të prekin më shumë këto pensionet e reja se sa ekzistuese dhe ky vendim si ndikon në qëndrueshmërinë financiare të skemës së pensioneve, duke pasur parasysh këtë rritje të numrit të përfituesve? Po me këtë nuk është se ndryshon mënyra e llogaritjes. Mënyra e llogaritjes pensionit është vitet e punës që ke. Në radhë parë që të përfitosh pension plot, duhet të plotësosh moshën e duhet të plotësosh edhe vjetërsinë punë. Dhe mblidhet të gjithë sasia e parave që ke kontribuar ti çdo muaj, pjestohet me numrin e viteve, se është çike komplikuar ajo formula se si llogaritet pensione. Duhet tabel me shpjegu që ta kuptojnë dhe pensionistët. Se ka shumë pensionistë që thonë, po njësoj kam vitet e punës me këtë, në i vend punë kemi punuar bashkë. Njësoj kemi patur rrogën. Po jo. Çdo pension është unik. Çdo llogaritje për çdo person është për vete. Nuk mund ta abuzojmë kështu. Meqense komshiu im ka pensionin 35.000 lekë dhe unë e du pensionin 35.000 lekë. Nuk është se ndryshon formula. Formula ajo është rritet baza e pensionit. Baza e pensionit është diku te 99.000 lekë. Pra baza e pensionit nuk është më 99.000 lekë, po për ata që do dalin pension nga data 1 janar 2027 do i shtohet, si më thënë, bie dhe 600 lekë më shumë. Bëhet 1.500 lekë. 10.000 bëhet 10.500 lekë. 3 javë pas me 3 javë. Dhe mbi këtë bazën e pensionit shtohen vitet, shtohet vjetërsia, shuma totale e parave që ke derdhur, ke stim për numrin e viteve në punë, totali i kësaj është sa del pensioni. Nuk ka ndryshuar formula, ka ndryshuar sasia fikse. Nga 99.000 lekë është bërë 10.500, nga 9.900 lekë është bërë 10.500 lekë. Kaq. Çfarë reforma shafagjate duhen bërë që pensionet të mos varen më vetëm nga indeksimi, këto bonuset, për të rriten realisht? Po çfarë reformash mund të merren këtu, domethënë këtu e ka marrë Ferra Urratën. Çfarë pensioni mund të merr? Çfarë reformash mund të merr? Për ata që janë punë, ndoshta kjo pensionet private mund të shërbejnë
që ata kur dalin pension të marrin edhe pjesën e asaj që financojnë vetë të pensionet private. Është një mënyrë. Po e bën gjithë bota, funksionon, është një mënyrë e mirë. Po ne na duhen kalemaj, na duhen depa për të punë. Që kur të bëhen depat 20 vjeç, mbas 20 vjetësh, që të futen punë, të paguajnë pension për ata që pas 20 vjetësh do të dalin pension. Duhet politika demografike, jo thjesht politika pensione. Shumë Duhen hapur dyert për 2 punësimin e qytetarëve, për 2 punësim, për 3 punësim. Duhen kriju hapësira për bizneset, duhen dhënë licenca. Sepse nëse hap biznes, edhe të ecën me biznesit, ti pagun sigurimin shoqëror për veten tënde. Duhet rishiku gjithë procedura licencimit në territorin e Republikës Shqipërisë dhe duhen dhënë licenca për gjëra të reja që përpara nuk ekzistonin. Për to, profesionet e reja që po dalin për shkak të inteligjencës artificiale, jemi shumë brava me këtë punë. Po krijohet një hapësirë shumë e madhe midis disa vendeve dhe vendeve tjera për shkak të inteligjencës artificiale. Ata po fitojnë profesionet e reja, mënyra tjera jetese, ne kemi ngel kështu. Plus që ne kemi edhe një problem shumë të madh që kemi harru bujqësinë. Bujqësia shqiptare është katastrofë. Në një kohë që bujqësia mund të shërbente si katalizator për shtimin e prodhimit, edhe për të furnizuar dhe sektorët e tjerë me lëndë para. Agrobiznesin me lëndë para për të përpunuar turizmin, për të furnizuar pjesën e restoranteve, për të furnizuar industrinë tekstile, për të furnizuar me lëndë para industrinë tekstile, që edhe si industri është e falimentuar për shkak të modelit gabuar të industrisë fason. Duhet i kthehemi tokës. Në momentin që shqiptarët do i kthehen tokës, atëherë kanë për t'i thirrur kokës. Akoma shqiptarët nuk i kanë thirrur kokës, që t'i kthehen tokës. Tokës që na ka lënë parë tanë, po e braktisin. Po e lëmë në mshirë të vatit. Edhe tokën bujqësore që kishin tokën më të mirë, bën beton, apartamente, kulla. To janë ato që duhen bërë.